Shqiptarët jo vetëm që po tërheqin më shumë para nga bankomatet, por gjithashtu po zgjedhin të depozitojnë më tepër para përmes ATM-ve sesa në sportelet fizike të bankave. Sipas të dhënave të publikuara nga Banka e Shqipërisë në tremujorin e parë të 2025-s, janë kryer 31% më shumë depozitime se në tremujorin e parë të 2024-s. E thënë ndryshe, në këtë periudhë janë realizuar mbi 71.000 depozitime më shumë, duke quar numrin total në 300.000. Në mars rezultojnë të jenë depozituar më shumë para, ndërsa në shkurt megjithëse janë kryer më pak depozitime në numër në krahasim me janarin. Shuma ka qenë më e lartë, por sa është konkretisht shuma e parave të depozituara në bankomate? Në 3 muajt e parë të këtij viti janë depozituar 13.6 miliard lek në ATM. Statistikat zyrtare flasin për një rritje me 21.5% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Jo të gjithë bankomatet shërbejnë edhe për depozitim parash. Disa banka ofrojnë vetëm ATM që kanë për funksion tërheqjen e parave dhe jo depozitimin e tyre, si rrjedhoj për të kaluar para në llogarinë e tyre rrjedhëse ose kur kanë për të shlyer detyrimet e kartës së kreditit. Qytetarët detyrohen të paraqiten në degët fizike të bankës. Depozitimet në bankomat mund të kryen në llogari me kartën e debitit ose të kreditit. Për të kryer depozitime parash me kartë, zakonisht duhet të respektohet monedha e llogarisë me të cilën është lidhur karta. Kartat në monedhën lek pranojnë depozitime vetëm në lek, ndërsa kartat në monedhën euro pranojnë depozitime vetëm në euro. Megjithatë, disa banka bëjnë të mundur që shumën e depozituar në lek ta konvertojnë në monedhën e llogarisë me kursin ditor të këmbimit. Bankat kanë një numër maksimal të prerjeve të kartë monedhave për depozitim dhe kanë limite ditore, javore ose mujore të shumës së parave që mund të depozitohen. Aktualisht në Shqipëri numërohen 1064 bankomate, ku vetëm 408 prej tyre kanë edhe funksionin e depozitimit të parave.